A keni shpresa, apo a do shpresoni se në ndeshjen kryesor mund të bëni ndonjë befasi apo? Normal, gjithmonë ndeshjet e kupës janë interesante dhe befasuese, mendoj se sot bënëm një pjesë parë shumë të mirë. Mendoj se është e patolerueshme sidomos në mënyrën e pësimit golit të tretë të pësume dhe pse e dinë forcën e kundërshtarit, nuk duhet që në ato situatat jemi aq komod. Mendoj se pjesë e pare jone ishte shumë e mirë, ditëm disi kisin pak rame, por përsëri dhe ndrimet e kundërshtarit e bënën vetën. Unë mendoj se ekipi jonë bëri një ndeshje mjaft pozitive dhe pse mendoj se mund të ishim afër barazimit, por kështu e ka futbolli. Berat, a mendoni që realisht kishin ambicie për finale dhe ndoshta u harxhua duke ditur që Shkëndijra Raçinës synimi primar është liga e parë. Mendoni që harxhuat tepër energji apo besoni që mund të eliminoni Shkëndirin fitohes? Logjikisht, kjo pyetje juaj është shumë me vend, por duke u bazuar te ajo faton se ne kemi shumë futbollistë të rinj dhe dëshira e madhe atyre futbollistëve që luajnë kundër Shkëndijës dhe tonë Febori edhe vetëm. Ndoshta ne jemi harxhuar emocionalisht, por mendoj se ato djem kanë forcë, kanë karakter që ditën e shtunë ta vërtetojmë këtë ndeshje, do të thoja pozitive, edhe pse rezultati nuk ishte pozitiv, por e përsëris edhe neve na nevojitën ndeshje të këtij niveli dhe që të rritemi si skuadër dhe futbollistët tonë të rinj që t'japin paraqitje edhe më pozitive.